إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. Hamdi I takon Zotit Gjelle Taala. Begatit, mirësit, Zotit qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e profetit, shokë dhe mbi gjithë pasuesit e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur të mes sot do të ndalemi me një lutje tjetër që është të e rëndësishme në jetën e besimtarit. Që pas lutjes Bismillah që kemi folë në gjumane e kalume, edhe kjo është një ndër lutjet që më shumti gjuha, goja e besimtarit e shpreh në jetën e tij, është fjala për lutjen e Zotit që ka hap librin e tij dhe për fjalën e parë që inshallah bi idhnillah si gjenet li kena me thonë elhamdulillah. Allahu librin famlar fisnik e ka nis me fjalën elhamdulillahi rabbil alamin. Me njëherë kur bën bismillahirrahmanirrahim, surja e parë në Kur'an është surja e Fatiha, elhamdulillahi rabbil alamin. Hamdi, falenderimet, lavdrimet I takojnë Allahut Gjelle Taala. Është një fjalë e bekume, është lavdrim brenda lutjes dhe një lutje brenda lavdrimit. Fjala pra elhamdulillah. Ajo në jetën e besimtarit rrjedh lehtë nga gjuha e tij, është e thjesht, pra duke e thënë, duke e ndjerë besimtari, sepse me ta vinë të gjitha mirësitë që Allahu Gjelle Taala ja ka dërguar ose ja dërgon ndërkohë ose do t'ja dërgon besimtarit. Andaj ky është pra fjala elhamdulillah në vete përmban fshehtësi, thesare, të cilët nuk shterën kur. Dhe më e bukura e saj është se është një parim, një rregull I konceptit islam si fillim dhe si mbarim. Pra kur besimtari thot në fillim elhamdulillah, por edhe fundi pa marrë parasysh se si I vije çështjeve të jetës sonë, besimtari thot prap elhamdulillah. Dëgjone Sejdi Al-Kutbi çfarë thot për fjalën Allahu e mëshirov, për fjalën elhamdulillah. Falëndrimi I takon Allahut. Ne hoxhallarët nganjëherë fjalën elhamdulillah e përkthejmë falënderim, nganjëherë e përkthejmë lavdrim, nganjëherë lavd dhe kështu me radhë. Por më e bukur e saj, përkthimi më I mirë I saj është kur ajo mbetet në gjuhën origjinale, ashtu siç Zoti e ka zbrit në librin e shenjtë, duke thënë besimtari elhamdulillah. Është një kod pra me të cilën qoftë shqiptar, qoftë amerikan, qoftë arab, qoftë në Brazil, qoftë në Spanjë, kudo në lindjen e Perëndim, nëse e takon një musliman dhe I thu si je, ai ka me thonë elhamdulillah. Pra është një kod me të cilën muslimanët komunikojnë mes vete dhe e bukura e saj, shija e saj është kur ne e shqiptohemi në origjinal. Sejid Kutbi Allah e mëshirov thot falëndrimi I takon Allahut, pra elhamdulillah është ndjenjë me të cilën vërshon zemra besimtarit, sapo ai e kujton Allahun. Vetë ekzistenca e tij që në fillim nuk është gjë tjetër veçse një vërshim nga vërshimet e mirësive hynore, e cila nxit pra elhamdulillahin dhe lavdrimin në çdo shikim, në çdo çast dhe në çdo hap. Të mirët e Allahut pasojnë njëra pas tjetër, veçanërisht për njeriu. Prandaj falënderimi I takon Allahut në fillim dhe në fund është një rregull, parim, një koncept islam. Gjithashtu Ibn al-Qayyimi, hoxha Ibn al-Qayyimi, Allahu e mëshirov, thot lavdrimi, elhamdi pra, është tregim
për vlera dhe mirësit e të lavdruarit pra Zotit, i shoqëruar me dashuri, madhërim, respekt ndaj tij. Pra një dallim nga ajo që ne i thomi Zotit elhamdulillah, me një dallim në raportin njerëzor kur dikujt i themi faleminderit, është shtetë e madhe. Sepse brenda fesë, në atë që na mëson Kurani, na mëson suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe literatura fetare, janë shprehje të cilat kjo shprehje pra elham, shukran dhe ethena apo medh janë në gjuhën arabe të cilat kanë dallim me zveti. Fjala elhamdulillah përdoret vetëm në raport me Zotin. Fjala shukran lek, falenderit ty, përdoret vetëm në raportin njerëzor. Pra Zotit kur ne i thomi elhamdulillah, i themi me vedije, i themi me zemër, i themi me dashuri, me një kënaqësi të mbrëmshme dhe një stabilitet shpirtëror që e kemi sepse askush nuk na detyron mi thon Zotit tonë elhamdulillah o Zot për të mirat që na i ke dhënë. Elhamdulillah o Zot jam mirë sot. Elhamdulillah në vazhdimsi. Ndërsa unë kam mundësi ty me thonë falenderit, por të them nga zori, të them nga pozicioni që unë kam ra në dert, në hall, por nuk jam duke e bo me vetë dëshirë. Mund të themi dikujt falenderit, por kemi xhelozi ndaj tij. Mund të themi falenderit, por shumë arsye, ndërsa kur i themi Zotit, pra alhamdulillah, kemi vetëm një arsye, ajo është mi thon Zotit ton, elhamdulillah o Zot për të mirat që na i ke dhuru. Prej domethënies së nocionit elhamdulillah, Ibn Gjeriri, komentatori i Kuranit, thot, elhamdulillah do të thot se falëndërimi i sinqert i takon vetëm Allahut, jo atyre që adhurohen posti dhe jo krijesave të cilat janë të krijuara. Pra skujt nuk i thuhet elhamdulillah dhe hamdi nuk i dedikohet dikujt tjetër si besimtar që jemi pra që i njësomi një Zot, i thomi vetëm Allahut krijuesit ton. Prej vlerave të kësaj lutje të lavdrimit ka ardhur ashtu si që shënon Ibn Majah, që transmeton Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili thot, i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë, se herë që Allahu jep robit të tij ndonjë begati dhe robi thot elhamdulillah, ajo që e jep lavdrimi, pra fjala elhamdulillah, është më e mirë se sa vetë begatia. Para mendoj, do thot një begati mund me qenë shumë e madhe në syrin tënd. Allahu të ka gëzuar me një pasuri, Allahu të ka gëzuar me një djalë, të ka gëzuar me një vajzë, me një nip, me një mbes, me një vend punës, me një pasuri, me një biznes, dhe i thu Zotit tënd elhamdulillah. Tek Zoti, që kjo fjala vetë se e ke thonë të elhamdulillah, është shumë e madhe, shumë se sa vetë ajo begatime të cilën ti je gëzuar dhe i ke thonë Zotit tënd elhamdulillah. Ebu Ma'mari transmeton prej Hafsit se kanë dëgju Omer radiallahu anhu duke thënë, ai kishte pyet Aliun radiallahu anhu, çka është elhamdulillah? Aliu radiallahu anhu ju kishte përgjigj, kjo është thënia në të cilën Allahu e deshi për veten e tij. Pra Zoti e ka dashur një shprehje që ne ta madhromi dhe ta falendromi atë. Zoti e deshi për veten e tij, e pëlqeu për veten e tij, dhe dënë që robi ta thot këtë fjalë. Gjithashtu Ibn Abasi thot, kjo është thënie falëndrimi. Robi kur thot elhamdulillah, Allahu thot më falënderoj robi. Pra dhe Zoti gëzohet dhe Zoti e falëndron njeriu në një formë të tij, ashtu siç i takon atij kur ne e falëndrojmë Zotin ton. Të dashur të mi, prej kuptimeve të fjalës elhamdulillah, që ne muslimanët e madhrojmë Zotin ton, e shqiptojmë këtë shprehje, e falëndrojmë Zotin ton në këtë formë. Ani pse të pafeve i pengon. Është një tendencë të pafeve gjithherë me thonë, pse ju nuk folni në gjuhën shqipe? Nuk e ka dertë në aja folti në gjuhën shqipe, në gjuhën arabe, anglisht, as çfarë gjuhë. Dertë i ka se veshi ti e vret. Kur na thomi bismillah, kur thomi Allahu akbar, kur thomi elhamdulillah, të pafeve i dhem që kjo. Kaq, shumë e thjeshtë është. Kështu që ti vazhdo, mi thonë Zotit tënd elhamdulillah. Mësu mërzit,
ti vazhdo mi thonë elhamdulillah, sepse fjala elhamdulillah i sjell mirësitë dhe i ruan ato të cilat ne i posedojmë. Prej kuptimeve të fjalës elhamdulillah, hamdi shpreh lavdrimin për një veprim i cili nga i lavdruari del me vullnet dhe dëshirë të plot. Nga robi del me vullnet dhe dëshirë të plot. Prej kuptimeve të saj, lavdrimi ndërmjet hamdit kushtohet që ai paraprakisht të ndërlidhet me arsye. A e shihni? Do thotë unë kam një arsye pse i them Zotit tem elhamdulillah. I them për shëndetin, i them për mirësitë, për begatit, për çdo gjë, pra paraprakisht ndërdijen tem është një arsye pse unë po e them pra fjalën elhamdulillah këtë lutje. Shprehja e lavdrimit nëpërmjet hamdit jep të kuptohet se atributet dhe cilësitë e të lavdruarit janë cilësi të mira, të përsosura, të plota dhe të përkryera, të cilat përcillen me nderime dhe respekt kulmor. Pra, unë krejt këto që i them se e di që e kam një Zot, ai është i përkrym, ka emra të përkrym dhe ka cilësi të përkryme xhella taala. Hamdi si shprehje drejtohet vetëm ndaj të gjallëve, pra nuk thuhet asnjëherë ndaj të vdekurve. Hamdi si shprehet vetëm pas përjetimit faktik të mirave që i bijnë. Pra, kur na vijnë ato që ne kemi argumente dhe fakte për të mirat të Allahu xhalla taala, ne i thomi Zotit ton elhamdulillah. Lavdrimi nëpërmjet hamdit çdo herë është i lejuar përkundër lavdrimit që është nganjëherë haram me lavdru dikën, sepse çaj lavdrimi jot i bën zarar atij dhe jep mundësi me zgat zullumin, qysh kanë tendenca njerëzit për mi dhon hapësirë dhe mi ndihmu zullumçarëve. Dhe për fund të dashur të me, kjo fjalë kaq e madhe që ne e themi në jetën tonë, i ka dhe dobit e veta. Prej dobive të saj, ne kur themi elhamdu, e ka një el që në gjuhën arabe njihet si lidhje ose një shquese, pra gjithë përfshirje, është elhamdulillah, që të thotë përfshin të gjitha llojet, format e falëndërimit për Allahun xhalla taala. Pra nëse njeriu tenton mi gjetë të gjitha shprehjet në dunja më të bukura për me falëndëru Zotin e vet, atëherë Allahu xhalla taala e ka mësu muslimanin vetëm me një shprehje, thuaj elhamdulillah, ti i ke përmbledhë, i ke përfshi të gjitha format e falëndërimit. Këtë vërteton hadithi lutja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur ai u lutej: O Allahu, o Zoti im, ty të takon falënderimi, ty të takon i gjithë pushteti në dorën tënde, është çdo e mirë dhe tek te kthehet e mira. Elhamdulillah është lutja më e mirë, atë që e garanton profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilën e shënon Imam Tirmidhiu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: dhikri, përmendja më e mirë është la ilaha illallah, nuk ka zot që meriton me të drejtë adhurohet, ndërsa lutja, duaja më e mirë është fjala elhamdulillah. Mbush peshorën me sevape, me mirësi, me të mira, ashtu që ka ardhur në Sahihun e Muslimit, që ka transmetuar Ebu Malik el-Ashariu, se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: elhamdulillahi tumliul mizan, fjala elhamdulillah e mbush peshorën. Fjala elhamdulillah është shtëpi e hamdit, një shtëpi e falëndërimit. Në xhenet është një shtëpi që e ka emrin shtëpi e falëndërimit. Kujt Allahu ja jep këtë shtëpi? Allahu ja jep çdo personi një merit, të thot plotësisht e fituar në raport me sprovën, kur njeriu do thot humb evladin e vet, dhe në momentin e parë që ai e merr lajmin se evladi vet nuk është gjallë, i thot Zotit inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Zotit dhe te ai kemi më kthy. Elhamdulillah, elhamdulillah, Allahu pas ka dash kështu. Në moment që e shprehin besimtari këtë shprehje, Allahu i urdhnon me laçën xhenet dhe i thot: marrënia filanit një shtëpi në xhenet, si shpërblim për durimin në dunjat, dhe i thot çuna ata, emërton ata me emrin shtëpia elhamdit. Për këtë ka shumë argumente nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për fund të dashur të mi, jo ajo që ne po e përmendim, pra jo që ajo
është në raport me elhamdulillah, sepse është një shprehje teje që ka thesare dhe fshëtësi, për ajo që ne kemi pa të arsyeshme për vëllezërit besimtar, një përmbledhje teje të shkurt. Përfund është fjala elhamdulillah, është fjala që më së shumti besimtari e përdor në jetën e tij, edhe pse shumica nuk e kanë pra gjuhë amtare. Në Amerikë, në Pakistan, në Arabi, kudo që shkojsh, muslimanët thojnë elhamdulillah. Mund të themi se kjo është një ndër fjalët që nuk ka mundësi të përkthehet asnjë gjuhë të botës. Është një ndër fjalët për cilët nuk ka mundësi të përkthehet në gjuhë të botës, dhe për fund kjo do të jetë dhe fjala e parë që besimtarët do ta shqiptojnë, do ta thojnë në xhenet kur kanë me hy dhe kanë me pa mirësitë e Zotit. Allahu na bëj prej xhenetlive, Allahu na bëj prej atyre që fillojmë jetën tonë me bismillah, çdo punë të hajrit me bismillah, i përfundojmë punët tona me elhamdulillah, e falenderojmë Zotin, jemi prej ata të cilët e falenderojmë Zotin në begati, në vështirësi, në shëndet, në smundje, në sprova, në mirësi, çdo herë mësohemi që mi thon Zotit elhamdulillah, dhe mos më na ik neve ky problem prej shpërblimeve kaq të mëdha që ka. Thoni Zotit elhamdulillah për çdo gjë që e keni në veten e juve, në familjen e juve, dhe thoni Zotit elhamdulillah për çdo gjë që të cilën në jetë e kemi humbë ose nuk e kemi sot. Allahu i dëgjon lutjet e besimtarëve kur ata i kërkojnë falje dhe lutën tek Zoti i tyre.